Luiz Delli dhe Kera Tito janë një nga çiftet më të ndjekura të showbizit. Çifti janë prindër të një vajze të quajtur Luna Marie Elli, por me sa duket Luizi ka ndarë disa detaje të vogla, që aludohet se Kiara është të zënë për herë të dytë. Në imazhet e fundit që ka publikuar moderatorja, komenti i Luizit ka marrë vëmendjen e të gjithëve. Ai u shpreh me këto fjalë: "Siç e shikoni pra zonja e Vezotërin, me rastin e rikthimit të linjave që Kiara dëshironte, që për mua është kukull dhe po të futet në thes, besoj se ka ardhur koha ta bëjmë lunën me një motor." Ky ishte komenti që shkaktoi mjaft të qeshura tek fancat e dyshes. Ndjekësit e tyre kanë aluduar se ndoshta këto janë detajet e para që Luizi zbuloi, se ata do të bëhen prindër për herë të dytë. Na duhet të rikujtojmë se si Kiara ashtu dhe Luiz Elli janë të angazhuar me projekte të shumta televizive, por edhe muzikore. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.